Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka reaguar përmes rrjeteve sociale për ndeshjen e luajtur mbrëmjen e dieshme në stadiumin Air Albania mes Shqipërisë dhe Serbisë. Kurti nuk e fsheh as pak zhgënjimin për rezultatin, pasi të dy ekipet u ndanë në barazim pa gola dhe shpreh keqardhjen për atë penallti të humbur nga Rej Manaj në minutën e 46 të sfidës. Pritjet ishin të mëdha, vëmendje gjithashtu, me pak më shumë fat në fund të pjesës së parë, mund të kishim marrë të 3 piket nga ndeshja, andaj barazimi na la të pakënaqur me rezultatin, por jo me kombëtaren, e cila luajti më mirë se kundërshtari i saj. Në fund të këtyre kualifikimeve, jemi të bindur se Shqipëria do të triumfojë, shkruan Kurti në Facebook, në një foto ku shihet formacioni startues i kombëtares Kuqezi në sfidën përballë Serbisë. Në kuadër të një aktiviteti politik në Drenos, ku u zyrtarizua kandidimi i Egzona Tërdevcit për kryetare të kësaj komune, vëmendje të veçantë roqi prezenca e deputetes së Lëvizjes Vetëvendosje, Shqipe Mehmeti Selimi, e cila është gjithashtu bashkëshortja e ish-deputetit dhe ish-komandantit të UÇK-s Recep Selimi. Deputetja Mehmeti Selimi ishte veshur me fanellën zyrtare të Kombëtares së Shqipërisë, një veprim që u interpretua si gjest simbolik dhe patriotik në prag të ndeshjes shumë të ndjeshme Shqipëri-Serbi, që luhet sonte në Tiranë. Pjesëmarrja e saj në këtë formë u vlerësua si një mesazh kombëtar që te kalon kuadrin sportiv dhe merr domethënie të thellë në kontekstin historik dhe politik mes dy popujve. Në takimin e mbajtur në Drenas mori pjesë edhe kryetari i Vetëvendosjes, njëherësh kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, i cili duket se nuk ka siguruar një bilet për të qenë në Tiranë në shkallat e stadiumit Air Albania dhe për të ndjekur nga afër sfidën Shqipëri-Serbi. Kurti e përkrau zyrtarisht kandidaturën e Egzona Tërdevcit për kryetare të komunës, duke theksuar nevojën për ndryshim dhe zhvillim në nivel lokal. Drenas i kërkon dhe meriton ndryshimin edhe në nivel lokal, deklaroi Kurti, ndërsa theksoi se kandidatja e VV-s përfaqëson një zotëri energjik dhe gjithëpërfshirës. Përmes një postimi në Facebook, kryeministri shkroi: Egzona Tërdevci, aktiviste jona dhe kandidate për kryetare në Drenas, është zëri i fuqishëm që përfaqëson gratë dhe gjithë qytetarët që duan ndryshim me zhvillim të qëndrueshëm. Me mbështetjen e Lëvizjes Vetëvendosje dhe përkrahjen e qytetarëve, jemi të gatshëm për fitoren që Drenasi dhe qytetarët e tij meritojnë. Takimi në Drenas u zhvillua në një atmosferë të ngrohtë, me pjesëmarrje të disa deputetëve të Vetëvendosjes dhe simpatizantëve të shumtë. Prezenca e fanellës Kuqezi e ndërthuron me mesazhe të forta politike dhe zhvillimore, reflektoi ndërthurjen e identitetit kombëtar me angazhimin qytetar dhe politik. Fanella e Shqipërisë në këtë rast nuk ishte vetëm një veshje sportive, por një simbol i qëndrimit të qartë dhe të vendosur, politik dhe patriotik.